Miq Prizmës, sot desha të flas pak për Akademinë Informatike, Matematike të Vigjidolit dhe aritmetikën e Sude Kadëna Berisha, në ato që quhen program i Partisë Demokratike. Në vërtet, program është diçka tjetër, por premtimet, sidomos ato idiotet e Sali Berishës, planeti i majmunëve i konsideron program. Kur ti thua që minimumi jetik do të jetë 200 euro, këta e quajnë program. Në fakt se si dele 200 euros, pse duhet vendosur 200 dhe jo bie fjala 250? Ky është programi dhe si nxirren lekët, ky është programi. Jo, këta program quajnë se kështu thot Berisha, 200 euro minimumi jetik, dhe për më e bukura, pastaj thot 200 euro dhe pensioni minimal. Pra, kemi të bëjmë me propozimet e Sude Kadënës, Sude Kadëna Berisha, është aritmetika e Sudes kjo. Me kujton të matematikën e Akademisë Vigjidolit, 97, 96, 97, ju kujtohet besoj. Apo e keni harruar? Nuk ju drejtohem ju që ju kujtohet, ju drejtohen planetit majmunëve, ju kujtohet 96, 97, mrekullitë e Sali Berishës, me matematikën dhe aritmetikën e tij. Pra kemi të bëjmë me aritmetikën e Sudes, alias Sali Berisha, dhe Akademisë lartë matematikore të Vigjidolit. Pra, kemi njëkohësisht minimumin jetik 200 euro dhe minimumin e pensioneve 200. Atëherë pse duhet ta vendosësh 200 minimumin e pensionit kur ka minimumin etik 200 euro? Për nëse këto marzi, këto kafshleqe të një idioti stalinisti të vënuar, imagjino të që në 2025 është akoma stalinist tipi i tij, ose folk stalinist, se Stalinit i merr të keqen, ai në fundit ishte një Gjorgjan i rritur qyteteve, dhe jo i lindur qyteteve, dhe njëkohësisht i lindur dhe i rritur qyteteve. Ky kishte 10 akoma dhe 200 ju kujtohet në Vigjidol. Nëse kjo është origjina e tij. Por aty është edhe Akademia Matematikore e Sali Berishës, që propozon 200 euro minimumin etik dhe 200 euro atë minimumin e pensionit. Dakord. Po ky propozon edhe diçka tjetër. Taksën Rama i thonë, është 260 lekësh për litër. Dhe disa është taksa Rama për litër, ky 260 lekësh, nuk po flas për ato tavanet që ky të gjitha i ul, i përgjysmon gjitha marrjet e taksave dhe subvencionon 3 herë, bile thot 5 fish bujqësinë. Këto po i lë se këto janë programe kafshërore, matematikore të Akademisë Vigjidolit. Po jam duke u marrë vetëm me 2 elemente. 200 euro, mbajeni mend këtë, minimumin jetik, dhe 200 euro minimumin e pensionit. Dhe thonë janë 500.000 pensionistë. Bjerini rritjes së pensioneve me 200 euro. Dhe në minimumin jetik të kësaj shoqërie që duhet të jetë 200 euro. Pra në qoftë se ju keni 3 veta në shtëpi që konsiderohen të papunë, mund të jenë dhe 4. Mund të marrin në ndihmë. Praktikisht e i detyruar që të japësh 200, 200 dhe 200. I gjithë ky operacion, e disa është, sepse sigurisht ti nuk mund të çosh dot 200 euro minimumin e pensionit, sepse minimumet e pensionit këtu janë marrë për ata njerëz që me të vërtet nuk kanë punuar, nuk kanë paguar, ose kanë humbur. Sot ka shkuar ke 150.000 lekëshi, por praktikisht është një fash e cila nuk ka punuar ose ka deri në 10 vjet punë, dhe që ti duhet i japësh 200 euro, sipas Sali Berishës në 100 ditë të para, thot. Dhe i thot janë 500.000 njerëz. Ky operacion kushton 100 milion euro në vjet. Mirë, por nuk mund ta lesh vetëm këtë, sepse po i bëre 200, sa do t'i japësh atij që ka punuar 30 vjet? Sa i 250.000 lekë merr, do t'i japësh vetëm 50 euro më tepër. Një që s'ka punuar 200 dhe një që ka punuar 50 euro më tepër, 30 vjet, 35 vjet.
Po një që ka punuar 45 vjetë, unë që kam bërë 46 vjetë, sa do të paguash? Se 300.000 lek, 350.000 lek paguajnë. Sa do të paguajnë? Këtë llogari e ka bërë Sudja. Sude Berisha e ka bërë këtë llogari. Sa do ta paguash të? Pra, e di çfarë po ju shpjegoj? Po ju shpjegoj një element shumë thjesht. Nëse të çon 200 euro minimumin e pensionit, je i detyruar të çosh të gjitha pensionet. Është skem, nuk funksionon as skemës. Skema Sali Berishës diku nuk lejon të çojë mbi 250 euro, 250.000 lekë asnjë lloj pensioni. Që është shumë i dhimbshëm, është shumë i dhishmër. Dhim sur. Shumë, qamet. Është e ka për racë, të jetë shumë i dhimbshëm. Pra do të çosh gjithë skemën. E di sa është ky operacion? Dhe njerëzve që sigurisht kanë paga, është një skemë e ngritur mbi këtë bazë. Dhe vite pensioni. Pra nuk është 100 milion. Janë 300 milion. Ta luash skemën të gjithën në vjetë. Mi po, a dini se sa është skema e Sude Berisha Viçidolit e minimumit jetik? Është edhe një 400 milion është tjerë. Shkojnë gati 1 miliard. 1 miliard që do t'i nxjerrësh nga buxheti i shtetit. Mirë po, e di çfarë bën ajo skema e largimit atyre 260 lekëve, 270 lekëve të taksës Rama, kështu e quajnë. Aty po thuaj merren 700 milion. Dhe ndërkohë që ti do t'ja nxjerrësh atyre 100 ditë të para, ty do të mungojnë se po 100 ditë të para do ulësh të taksën. Tash nuk po ju përmend të gjitha ato subvencione dhe ato marrëzira që bën Berisha, sepse e ka kollaj një njeri që s'ka përfituar kur të premtoj Sude Viçidol ka dëna Berisha të tilla, të cilat janë jo vetëm gomarrëleqe, po dhe pandershmëri të jashtëzakonshme. Është pikërisht aritmetika e Sudes, e cila çoi shqiptarët pastaj të rënonin shtetin e tyre. Dhe është sigurisht matematika e Akademisë Viçidolit që do, patjetër, t'i çojë edhe një herë në luftë civile shqiptarët. Sali Berisha jo vetëm që është një nga njerëzit që ka krijuar fatkeqësi të jashtëzakonshme dhe ka vrarë në Shqipëri. Po është njeriu më i paftyr, renegati më i madh që i ka ndodhur ndonjëherë këtij vendi. Po për fat keq, ky lloj renegati ka edhe elektoratin e tij. Nuk janë më të mirë fare se Sali Berisha. Ata kështu duan të jetojnë, kështu e duan Shqipërinë. Në këtë lloj forme, me Suden, me Akademinë e Viçidolit dhe me formën e projektimit 96, 97, 98, në atë formë, në atë përmbajtje, siç ishte në atë kohë. Bile këtu në Shkodër, njëri po kujtonte edhe pjesën e administrimit kur e kishin pushtetin bashkë. Në kulmin e interesave të mëdhaja që kishte për Shkodrën Sali Berisha e ka mbytur 4 herë. 4 herë. Edhe mbyste me qëllim. E mbyste me qëllim. Dhe me thanë drejtën ju lutet Zotin maskareve që vazhdonin ta votonin. Dhe megjithse i mbyste, vazhdonin ta duartrokistin. Dhe po ta lesh prap i mbyt. Prap i fut në luftë civile, prap i bën që të vriten me njëri tjetrin. Sepse e meritojnë, sepse është planeti majmunëve. Këti planeti majmunësh, ai do që t'ja bëj 200 euro minimumin e pensionit dhe 200 euro minimumin jetik. Në një nonsens logjike, po sigurisht të logjikës së Sude ka dëna Berisha dhe Akademisë të Viçidolit. Akademisë që kanë nxjerrë matematikan jo vetëm për Shqipërinë. Po, çrëndësi kanë nxjerrë Sali Berishën. Atë ai me matematikën dhe aritmetikën e vet ka prodhuar 97-ën, ka prodhuar Gërdecin, ka prodhuar 21 janarin, ka prodhuar edhe hajnit më të mëdhaja të Qezit, Rrugës Kombit edhe të gjithë marrëzive tjera dhe ka prodhuar edhe 6 milionet për t'i hequr në ngratën, ka prodhuar edhe miliona tjera për t'ia dhënë Laçivites edhe miliona tjera
që ka harxhuar edhe që do t'i harxojnë prap për të shpëtuar familjen e tij, e cila sigurisht ka për të pësuar fatin e një derbederi, një personi që fatkeqësia e madhe e një shteti, një kombi e bën që të nxjerr jo vetëm veten e tij, po të nxjerr të gjithë kanibalizmin e tij filozofik dhe politik, jo vetëm si stalinisti i fundit, folk stalinisti i fundit, po si njeriu që i mbjell fatkeqësi një vendi i cili sigurisht kësaj radhe nuk është me të, por që akoma ka në gjirin e tij planetin e majmunëve. Njerëzit që ju pëlqen të dëgjojnë, të rrinë e të jetojnë sipas modelit Sali Berishës. Dakord miqtë e mi?